Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Nuk doja të ndahesha nga Shpëtim Saraçi. Mira Konçi shpjegon divorcin. Mira Konçi dhe Shpëtim Saraçi sollon përgjatë viteve të tyre të qëndrimit në Shqipëri, hite duke rezultuar si një dyshe e suksesshme artistike. Më vonë kimia e tyre në art përshkallëzoi edhe në jetë, edhe nga dashuria erdhën 2 fëmijë në jetë, Era dhe Drini. Me largimin e Erës në SBA për studime, edhe çifti bashkë me djalin ju bashkuan vitin 2017. Ashtu siç Mira Konçi tregon, përveç shkollimit të fëmijëve, një nga arsyet ishte edhe kujdesi shëndetësor për kompozitorin. Me kalimin e kohës gjërat ndryshuan. Këngëtarja thotë se mes tyre pati një marrëveshje që ai të vijonte karrierën në Shqipëri, ndërsa Mira të qëndronte me fëmijët në SBA, pasi e kishte të pamundur mos të ishte pranë tyre. Dhe sigurisht aty filloi dhe ndarja, ku ajo thotë që nuk e ka dashur. Është përpjekur me të gjitha mënyrat e saj për të gjetur një mënyrë bashkëjetese në distancë, gjë që Shpëtim Saraçi aso kohe nuk e ka pranuar.